Tema që ka preokupuar qytetarët e Gostivarit gjatë 10 ditëve të fundit është cilësia e ujit të pijshëm. Në opinion dhe në rrjetet sociale janë përhapur spekulime se numri i qytetarëve me infeksione të zorrëve është rritur dhe se shkaku mund të jetë uji i rrjetit të qytetit. Për këtë arsye, me kërkesë të inspektorëve të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, po kryen kontrolle të jashtëzakonshme për të verifikuar cilësinë e ujit të pijshëm. Analizat e drejtanishme nuk kanë treguar ndotje, ndërsa rezultatet e mostrave të fundit pritet të publikohen deri nesër ose më së voni të hënën. Qendra për Shëndet Publik, Njësia Rajonale në Gostivar, konfirmoi se janë marrë mostra nga 4 pika të ndryshme të rrjetit të ujësillësit. Sipas specialistit të higjienës, Dr. Berun Mustafa, analizat e kryera në fillim të javës rezultuan të rregullta, si nga aspekti fiziko-kimik, ashtu edhe ai mikrobiologjik. Една от можните причинители možda je i da je vodata. Një nga shkaktarët e mundshëm mund të jetë uji, së bashku me ushqimin. Prandaj duhet të ekzaminohen të gjitha ushqimet. Sa i përket ujit, ne po kryejmë edhe analiza të rregullta, edhe të jashtëzakonshme. Analizat e fundit që bëm nga hëna ishin të mira, si ato fiziko-kimike, ashtu edhe ato mikrobiologjike. Dje morëm në disa analiza të jashtëzakonshme, mirëpo për rezultatet e tyre duhet të presim nesër ose deri të hënën. Nga Spitali i Përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar, konfirmojnë se në repartin infektiv dhe atë të pediatrisë është vërejtur rritje numrit të pacientëve që ankohen për diare, dhimbje barku, të vjella dhe temperaturë të lartë. Megjithatë, sipas vlerësimeve fillestare dhe pamjes klinike, mjekët konsiderojnë se bëhet fjalë kryesisht për viroza sezonale dhe se deri më tani nuk është konstatuar lidhje epidemiologjike me ujin e pijshëm. Mjekët u bëjnë apel qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar ndaj higjienës, sidomos gjatë temperaturave të larta të verës. Поради ситуацията, сепак луѓето треба да бидат предпазливи. Qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm për shkak të shtimit të sëmundjeve të zorrëve, si me ujin ashtu edhe me ushqimin. Nuk duhet të konsumojnë ushqime të papërpunuara termikisht, ose që mund të shkaktojnë probleme të tilla. Ushqimet duhet të jenë të freskëta, ndërsa frutat dhe perimet duhet të lahen mirë para përdorimit, po ashtu uji duhet të përdoret nga burime që konsiderohen të sigurta. 3 analizat e fundit të ujit të ujësillësit të Gostivarit, të realizuara gjatë këtij muaji nga Qendra për Shëndet Publik, kanë treguar se uji ka qenë i pastër, i sigurt dhe i përshtatshëm për përdorim. Rezultatet e analizave më të fundit pritet japin një pasqyrë më të qartë mbi situatën aktuale.